Përshëndetje të dashur miq. Sot do flasim në lidhje me hënën e plotë në shenjën e peshores, e cila do të ndodh, pra do të jetë në fazën e saj të plotë në datën 2 prill dhe quhet hëna roz. Dhe është hëna e parë e plotë e pranverës. Është në shenjën e peshores, por gjithashtu përfshin edhe shenjën e dashit, sepse ne jemi në sezonin e dashit tani më, dhe kështu që përfshin edhe energjinë e inovacionit, të pavarësisë, por përfshin edhe energjinë e marrëdhënieve, lidhjeve të ndryshme apo harmonisë e balancës që vetë shenja e peshores mbart. Pra i ndërthurën të dyja këto energji shumë bukur. Dhe temat të cilat dalin sipërfaqe sigurisht janë me marrëdhëniet, sigurisht janë me harmoninë ndërmjet tyre dhe me reflektimin që ne mund të bëjmë se si këto marrëdhënie mund të jenë më në balancë. Përgjithsisht, hënat e plota, nëse ju keni ndjekur videot e mëparshme, lidhen shumë me këtë pjesën e intensifikimit të emocioneve, kështu që ju mund të ndjeheni shumë më emocional se sa duhet së fundmi dhe ndoshta do dalin në disa emocione sipërfaqe që ju nuk doni që t'i ballafaqoni. Ndoshta dalin disa emocione dhe disa pjesë tuaja që ju nuk doni t'i shihni. Por mos u shqetësoni, është një periudhë e shkurtër dhe çdo gjë ndodh për më të mirën tuaj dhe është si një bekim, sepse në momentin që ju i shihni, ju mund t'i çlironi, ju mund t'i shëroni, ju mund të bëni diçka me to, pra thjesht ta kuptoni pse janë aty në radhë të parë. Dhe të kuptoni më shumë veten se përse veproni në një farë mënyre. Kështu që tema e parë që mund të flasim në lidhje me këtë hënë të plotë, lidhet me marrëdhëniet dhe do të ketë shumë iluminime dhe shumë qartësi në marrëdhënie. Pra, qartësi në kuptimin që cilat marrëdhënie janë për më të mirën time, cilat marrëdhënie nuk janë për më të mirën time. Dhe a jam unë vërtet autentike apo autentike dhe në të vërtetën time në çdo lloj marrëdhënie? Dhe çka ka me fytit papritur pati një bllokim që do thotë që ju mund të keni disa gjëra shumë që keni thënë në disa marrëdhënie, ose ndoshta nuk keni qenë të sinqertë sa duhet, apo ndoshta të tjerët ndaj jush, pra nuk kanë qenë vetja e tyre vërtet, nuk kanë qenë të sinqertë, nuk ju kanë thënë gjithë gjërat ashtu siç janë, me sinqeritet dhe me drejtësi. Pra ju keni përjetuar disa marrëdhënie që janë një gënjeshtër, ose ju jeni detyruar të jeni një gënjeshtër në këto marrëdhënie. Dhe për gjitha këto, ju do të merrni qartësi gjatë kësaj periudhe dhe mos e injoroni, sepse kjo gjë mund t'ju ndjek dhe mund të bëjë përsëri si një alarm për ju që shiko se kjo gjë po ndodh. Por sa më shumë ju ta injoroni, aq më e madhe bëhet gjëja dhe nuk është se largohet, sepse thjesht do vëmendjen tuaj dhe thjesht do që ju të bëni diçka për të. Qartësi mund të jenë për shembull edhe në lidhje me marrëdhënie karmike, sepse ju për shembull mund të jeni në marrëdhënie karmike dhe kemi folur lidhje me tipet e marrëdhënieve. Në këto marrëdhënie karmike sigurisht që ka të paktën një mësim për mësuar. Mësim në kuptimin që për shembull ky mund të jetë një mësim të flisni të vërtetën tuaj, të thoni, të jeni autentik, të jeni vetvetja. Ky mund të jetë një mësim shumë i bukur që ju mund të keni momentalisht, ndoshta me marrëdhënia karmike që mund të jenë në jetën tuaj. Dhe këto marrëdhënie shërbejnë si një pasqyrë, apo thjesht si një katalizator, apo thjesht si një ngacmim, si të thuash, që t'ju zgjojnë ju që të jeni vetja juaj vërtet. Dhe nuk është, ndoshta nuk është marrëdhënia më e thjeshtë, kjo marrëdhënie karmike, por ju lë më pas të transformuar dhe veten tuaj më të mirë. Kështu që ja vlen, thjesht ju duhet jeni pakës më, për shembull, si të jeni vigjilent në momentin që mund të keni konflikte në familjen e marrëdhënie, në momentin që ju mund të keni për shembull situata të papritura që dalin sipërfaqe. Në këto momente ju thjesht duhet jeni vigjilent çfarë po ndodh, të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm dhe ta kuptoni që kjo ndodhi për këtë arsye. Pra ky person e nisi këtë konflikt sepse unë duhet të flas dhe unë duhet të them stop dhe unë ndoshta duhet të them të vërtetën time. Sepse ndoshta më parë ju thjesht heshni, ju thjesht mbani shumë, ju thjesht e mbani ato që po ju thotë dhe nuk flisni, nuk vendosni të kufi, nuk flisni për të drejtën tuaj, edhe të tjerë. Dhe kjo na lidh edhe pjesa tjetër që ju mund të keni përveç qartësisë vizuale, edhe qartësi emocionale. Si ju bëjnë disa persona të ndiheni?
sepse ndjesitë tuaja janë intuita që flet. Pra nëse ju keni papritur ndjesi jo thjesht të këndshme kur jeni pranë një personi, një X personi, ndjeni në ankth, ndjeni sikur doni të lëvizni, doni të shkoni diku, sikur po ju merret fryma, sikur ky person po ju ngushton dhe po ju ushtron për shembull trusni, sado që ky person thjesht po rri në veten e tij, thjesht është prezenca e tij që ju është ka këmbë apo prezenca e saj. Kështu që dëgjojini emocionet tuaja, sepse janë një sinjal që flet për ju. Nga ana tjetër, nëse një person ju bën të ndjeni në paqe dhe në qetësi dhe në balancë, kjo është një shenjë shumë e mirë që ky person është personi që rezonon me ju, me autenticitetin tuaj, që ju mund t'jeni vetvetja dhe mund të merrni frymëlirisht. Kjo na lidh me faktin që do të ketë shumë balancë dhe drejtësi në marrëdhënie. Pra çfarë ju keni dhënë ju do të merrni, dhe çfarë ju meritoni në marrëdhënie ju do të merrni. Dhe marrëdhëniet që ju janë destinuar për ju dhe që ju i meritoni më të mira, do të vinë për ju. Pra nëse ju keni kohë që mendoni përse nuk kam për shembull këtë person të mirë, pse nuk kam këtë individ, këtë mik, këtë partner, mos u shqetësoni sepse tani më drejtësia do të vendoset në vend. Dhe nëse ju ndjeheni specifikisht, nëse ju ndjeheni që keni marrëdhënie që janë larguar nga jeta juaj dhe ndjeheni si bosh, si të thuash, kjo është një shenjë mirë, sepse nëse ne nuk kemi vend bosh, si mund të akomodohen marrëdhëniet e reja që duan të vinë në jetën tonë? Duan një vend që të akomodohen, apo jo, një vend të mirë për to. Kështu që nëse ju nuk keni bërë këtë vend, si mund të vinë? Por nëse ju e keni bërë këtë vend, kjo është një shenjë shumë e mirë. Dhe sigurisht që pjesa e parë e bashkëllëkut mund të jetë pak e vështirë, por fokusoni tek gjërat e bukura. Fokusoni tek mendimi që tani më unë kam vend për këto gjërat e bukura që duan të vinë në jetën time. Dhe kjo ju kthen atë gjendjen e optimizmit, këtë papritur. Dhe kjo na lidh me faktin tjetër që do të ketë shumë, si të thua, shërim në aspektin e zemrës, shërim të plagëve të skaluara, por thjesht si më të ndodh ky shërim? Si fillim do të vërehen këto plagë, por si fillim do të dalin në pas, si fillim ju do të ndjeni keq, të lënduar, të mërzitur ndoshta. Por kjo është një shenjë mirë sepse tani më ju e keni vëmendjen se çfarë ju duhet të rregulloni. Dhe nëse ju keni nevojë për këtë, nëse ju keni nevojë që të hapni zemrën tuaj, të shëroni nga plagët e së kaluarës, të qlironi lidhjen me individët së kaluar, sepse besojeni ose jo, edhe nëse ata janë larguar fizikisht dhe ju nuk keni më kontakt, përsëri lidhja energjetike ngelet. Dhe prandaj ju mund të mendoni shpesh për ta, prandaj ju mund të vinë në mendje këtë papritur ose nuk ndaloni dot së menduari, apo thjesht mendoni për gjithë situatat që kanë ndodhur dhe kujtimet nuk ju lënë që të shikoni përpara, por shikoni pas, sepse është kjo lidhje energjetike që ende nuk është shkëputur. Prandaj nëse ju keni nevojë për gjitha këto, ndoshta thjesht për paqe dhe për qetësi të brendshme dhe për shërimin e zemrës suaj, unë jam këtu për ju, sigurisht për të ndihmuar në cilën do fazë të rrugtimit tuaj. Thënë kjo, ju mund të ndjeni disa ndjeshmëri si nxehtësi, apo thjesht zemra juaj e re më fort, apo ndjesi fluturash në zemrën tuaj apo në kraharor. Të gjitha këto janë shenja që zemra juaj tani më po shërohet dhe po i bën kënd këtyre emocioneve të reja që duan të vinë dhe të përjetohen për jush. Pra, duke qenë se do ndjeni më të ndjeshëm se zakonisht, ju krejt papritur mund të doni të kaloni kohë vetëm dhe ndoshta të procesoni këto emocione dhe këto marrëdhënie dhe këto konflikte që mund të dalin në sipërfaqe. Por mos u shqetësoni, sepse çdo marrëdhënie tani po ta vini re gjatë kësaj periudhe, do të shërbejë si pasqyrë juaja, do të shërbejë si një katalizator transformimi. Prandaj mund të ketë konflikte më shumë se zakonisht. Apo thjesht situata dhe emocione, edhe nëse nuk keni konflikt me të tjerët, me veten tuaj, emocione që ju nuk e kuptoni pse po i ndjeni. Ndoshta papritur ndjeni të pikëlluar dhe nuk e dini pse, dhe ky mund të jetë pikëllim për veten tuaj që po lindni pas, pra veten tuaj të vjetër, dhe po transformoheni. Mund të jetë pikëllim për një fazë të jetës që ka mbaruar dhe ju duhet të eci përpara. E të tjerë, pra ka shumë arsye se përse këto emocione mund të dalin dhe mira është që ju ti dëgjoni, të reflektoni, sepse për secili mund të jetë ndryshme. Dhe mira është të pyesni veten, çfarë është në, si të thuash, në përputhje me veten time të vërtet, me vlerat e mia, dhe çfarë nuk është, unë e lejoj me mirësjellje të shkoj.
Dhe çfarë është? E mirëpres sepse kam vend mjaftueshëm për ta akomoduar gjithë këto bekime, emocione të reja, aventura të reja. Dhe specifikisht ajo që unë dëgjova ishte vërtet shumë e bukur. Dhimbja ju aktivizon ose ju hap më së shumti, pra ju, si të thuash, ju largon atë guackën tuaj, mbështjelljen tuaj dhe ju bën të jeni vetja juaj vërtet autentike. Emocionet, ndoshta edhe emocionet negative, siç janë edhe lotët, ju pastrojnë energjetikisht në të gjitha nivelet. Prandaj përjetojni, është e bukura që ti përjetoni, përse jo? Jemi këtu për të përjetuar emocionet. Dhe dashuria ju shëron zemrën tuaj. Dhe jo të mosdoshmërisht, për shembull, sigurisht që mund të jetë dashuria e dikujt tjetër ju shëron, por edhe ju mund t'ia ofroni vetes të dashurie që ka nevojë dhe të shëroni veten tuaj, nëse e ndjeni të arsyeshme. Sepse dashuria në fakt është gjendja jonë natyrale e të qenurit. Pra gjendja jonë, ekzistenca jonë natyrale është të jemi në dashuri, në paqe, në harmoni. Dhe kjo hëna plot na thret ne që të jemi vetja jonë e vërtet, që është paqe, dashuri, harmoni, balans, pra në balans, jo të obsesuar pas disa gjërave ndoshta materiale e të tjerë. Kështu që të nëse dëshironi që ju të tërhiqni dashuri të sinqert, në çdo lloj niveli, në çdo lloj forme, ju duhet të jeni dashuri, sepse ne tërhiqim atë që ne jemi. Kështu që praktikat që unë ndjeva e këshilluar t'ju udhëzoj janë thjesht të reflektoni, të shkruani mendimet tuaja, të shkruani ëndrat tuaja nëse shihni në këtë periudhë potente, të falni, që e di që mund të jetë vështirë për disa, por është shërimi më i madh dhe dhurata më e bukur që mund t'i ofroni vetes, dhe të hapni zemrën tuaj, të shikoni nëse ka nevojë për të shëruar apo jo, nëse ka nevojë për gjëra që të çlirohen apo jo, nëse ka plag të së kaluarës apo të së tashmes apo jo. Dhe thjesht të jeni të hapur ndaj fillimeve të reja. Pra varet në cilën fazë jeni. Nëse ju keni këto plag, duhet që t'i shëroni me qëllim që të jeni në gjendjen tuaj më të mirë për të akomoduar për shembull bekimet e reja dhe dashuri të sinqertë, dashuri të shëruar, po ashtu siç ju jeni, jo dashuri të me lëndime, ashtu siç vetja juaj vjetër mund të jetë. Dhe për të tjerët që ndoshta nuk i kanë këto, thjesht të hapin zemrën e tyre dhe të jenë sa më shumë në të gjendjen energjisë femërore që të mund të tërhiqni dhe të mund të jeni në të gjendje që jeni gati për të marrë këto bekime, këto dhurata, këto eksperienca të reja, çfarë do qoftë. Kështu që shumë faleminderit. Këto ishin gjithçka që mendova të ndaj me ju në lidhje me këtë hënë të plot, disa informacione, disa praktika, çfarë ju mund të dini dhe çfarë ju mund të përjetoni gjatë kësaj periudhe. Thjesht për disa për ju që mund të ndjeni këto energji dhe thjesht që të mos ndjeni çfarë po ndodh, pse po ndodhin gjitha këto. Thjesht një udhëzim i vogël dhe thjesht diçka që për shembull unë ndjem shumë mirë që të paktën e di paraprakisht se çfarë të ndodh, sepse këto mesazhe i marr përpara se të vi hëna e plot, dhe të paktën nuk jam e surprizuar përse këto emocione po dalin. Dhe kjo është një ndihmë shumë e madhe. Shumë faleminderit. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar, shpresoj shumë që të jetë një përgjigje për pyetjet tuaja apo thjesht një ndihmës në rrugtimin tuaj kudo ku ju jeni. Dhe mos harroni që jam këtu për t'ju ndihmuar. Jam mikesha juaj në rrugtimin tuaj në cilën do fazë që ju të ndodheni. Dhe mund t'ju ndihmoj për çfarë do lloj shqetësimi që të keni, për çfarë do lloj synimi specifik gjatë kësaj periudhe dhe jo vetëm. Shihemi në video tjetër, mirupafshim.